There's a race to be on top. The competition doesn't stop. Mixing with the ladies fair, being charming, debonair. The game will reign supreme, and no one can deny. They'll make them history, and always have an alibi. So join in the jubilee. The cats are great, they'll all agree. You'll find in each calamity the cat's superiority. Heathcliff, no one should terrify the neighborhood, but Heathcliff just won't be undone. You should realize he can win it with you. Heathcliff, a do një shëtitje me karocën e kukullës sime? Nuk kam kohë për shëtitje sot, kam për të shkuar tek qendra dhe të zgjoj kapsin e tyre nga gjumi. Ndoshta mund të shkoj me karrocë. Çfarë the Heathcliff? Prit Heathcliff! 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 Ja ku është shoferim. Heathcliff, dil nga bicikleta ime. Unë poshtë, unë nuk mund të shikoj, nuk shikoj. Ai është vonë përsëri. Dolly, ti ke kapur vetëm një qenë deri tani dhe ai ishte qenë polici. Nëse ty nuk të pëlqen puna jote, djali im do të donte ta kishte atë punë. Edhe një gabim edhe do ta marrë ai punën tënde. Më kupton apo jo? Po, zotri. Tani dil që këtu. Po, zotri. Nuk mund të kap dot qenë sot. Hey, kemi një grup atje. A? Më dëgjoj, Heathcliff, ne nuk mund t'i kapim ata qenë sepse drejtuesi i tyre është qeni i kryetarit. Jo. Djema, nëse mblidhemi së bashku, ne mund ta heqim qafe Heathcliffin në çdo kohë. Kapeni atë! Po, këti i them bashkimun. Wow! Ajo ishte një kapje e mirë, Heathcliff. Kapitenit ka bërë të pëlqyer kjo. Po me sa duket ke filluar të bësh punën tamam si ç'duhet dumi. Caesar, unë i përkas kryetarit Boguel Dolly! Po, zotri. Heathcliff. Mjaft ma, ti je i pushuar. Ktheu në shtëpinë tënde tani. Jo. Dhe pastro kamionin para se të ikësh. Tani, unë mund të punësoj djalin tim Junior në të punë. Sa
qef, po shkoj të kap një qen. Ej, pa shikoni, ja tek është një. Ej, kjo ka për të qenë më e thjeshtë se ç'mendoja. Ky Junior mund ta bëj punën shumë mirë. Ç'kemi, Sonja? E po, përshëndetje, Heathcliff. Ej, nuk është një maçok, është një qen. Një qenush tjetër. Baba im sigurisht që do të krenohet për mua. Po, ti meriton një çmim, Junior. Ç'kemi, djema? Si thua për këtë, Heathcliff? Pa shiko. Junior duhet ndaluar Sesbon dhe e gjithë kjo varet vetëm nga unë. Faza e parë, tregohu të gjithëve se sa I zgjuar është Junior. O, më shumë qenusha. E janë ju mistreca, dilni nga aty. Uroj që asnjëri mos të më shoh duke e bërë këtë. Mund të më bjerë reputacioni. Jo ti, Caesar. O shoku, ky që ka qeni më I madh që kam parë. Faleminderit për çelësin. E dini, nuk ka asnjë qen mes jush që mund të më kap mua. Dhe këtë do t'ua vërtetoj. E janë I djema. Më lejo të flas me kryetarin Bob. Mirë, kryetari Bogwell, çfarë po ndodh? Është një grup me qenë rrugaç që po shkatrojnë të gjithë qytetin. E po, këtu çdo gjë u pastrua. Besoj se duhet ja kthej kapiten Kellit. A jeni sigur, zoti kryetar? Ne kemi situatën nën kontroll. Djali im, Junior, është duke sjell një kamion plot me kafsh. Pikërisht tani, zotëri, më kuptoni. E po, shpresoj që të jetë edhe I grupi I qenve bashkë me drejtuesin e tyre. Ç'kemi, babl? Kam sjell një kamion plot me qenusha. E dëgjuat, zoti kryetar, të thashë që do të rregullonim gjithçka. Oh, Caesar! Po ti si përfundove një ti zgjith këtyre kafshve? Kelly! Në rregull, mistreca. Në rresht për një. Bashkarisht. Sa fjalë e bukur. Punë e paqme, Dulli. Kështu vazhdo. E po, faleminderit kryetar Bogwell, por unë nuk punoj më këtu. Çfarë? Kelly, për çfarë po flet ai? Në fakt nuk di se si t'ju them, zoti Bogwell,
Më dëgjo mirë, Kelly. Do të heqësh nga puna djalin tënd edhe do të vendosësh dullin sërish në punë, ose do të të bëj ty që të pastrosh kanalit. Sigurisht, zotri, në urdhra tuaja. Djema, unë do t'ju nxjerr prej aty, por ta dini që jeni një grup dështakësh. E di çfarë, Caesar? Ju djema punoni të gjithë së bashku. Asnjëherë mos e braktis momentin.